Turqia po përballet me një tjetër krizë të fortë politike, pasi policia ndërhyri me forcë në selinë e partisë kryesore opozitare SHP në Ankara për të larguar drejtuesit e shkarkuar nga gjykata. Pamjet nga vendngjarja tregojnë forcat speciale duke hyrë në ndërtesë me sereve të gazit lotësiellës, ndërsa mbështetësit e opozitës përpiqeshin të rezistonin duke bërtitur dhe duke hedhur sende drejt hyrjes së godinës. Situata u përshkallëzua pasi një gjykatë turke anuloi rezultatet e kongresit të vitit 2023 të SHP-s, ku ishte zgjedhur lider Ozgur Özel. Vendimi përmendte parregullsi në procesin zgjedhor të partisë. Pas vendimit, autoritetet urdhëruan evakuimin e selisë së opozitës, ndërsa në krye të SHP-s u rikthye ish-lideri Kemal Kılıçdaroğlu, i cili humbi zgjedhjet presidenciale ndaj Recep Tayyip Erdoğan në vitin 2023. Para se të largohej nga godina, Özel publikoi një mesazh sfidues, ku premtoi se do të vazhdojë betejën politike dhe më pas marshoi drejt parlamentit të shoqëruar nga mbështetës dhe forca policore. Drejtuesit aktual të SHP-s e kanë cilësuar vendimin e gjykatës si një grusht gjyqësor shteti, ndërsa qeveria turke mohon akuzat se po përdor sistemin gjyqësor kundër rivalëve politik. Ndërkohë, mediat shtetërore raportojnë se policia ka arrestuar 13 persona në kuadër të hetimeve për kongresin e vitit 2023, me akuza që përfshin shkelje të ligjit për partitë politike, rishfet dhe pastrim parash. Analistët paralajmërojnë se kjo përplasje shihet si një provë e rëndësishme për demokracinë në Turqi dhe mund të forcojë më tej pushtetin e presidentit Erdoğan pas më shumë se 2 dekadash në krye të vendit.